Bluecast. Bluecast. Mirë se vini në Bluecast, një podcast ku ritmi i zemrës shqiptare pulson përmes këngës të artit. Ilmi Kurti, mjeshtër i madh, qytetar nderi i Malësisë së Madhe, nderi i prefekturës Shkodër, ambasador i paqes globale për të drejtat e njerëzit, aktivist i shoqërisë civile, misionar i pajtimit kombëtar, bashkëpunëtor i shumë muzikantëve dhe kompozitorëve. Ka investuar dhe në 2 monumente shumë të rëndësishme për zonën e Veriut. Mirë se erdhe mjeshtër i madh zoti Ilmi Kurti. Mirë se gjitha. Më thuaj diçka, ku keni lindur dhe jetën tuaj? Unë vi nga Malësia Molle, kam lindur në fshatin Vuçkurtaj Kastrat, pra qendra Malësisë Molle, por nuk jam rritur aty, jam rritur në Grumir Rodin, po përsëri në Malësinë e Molle. Atë kam fillu shkollën filluare si gjithë, shkollën e mesme, dhe kam marrë shërbimin ushtarak të detyrueshëm, se për moshën që ka unë ka qenë detyruar shërbimi ushtarak në Grumir. Pastaj kam në vitin 1983-84 jena spostu kena ardhur në Shkodër me familjen. Ku dhe si e kuptove që keni talent në poezi dhe prozë? Si gjithë gjanësit, besoj që ata që m'jofin mu, shokët e mashatarët e vi, në shkollë, kam qenë një gjanës që kam frekuentu mirë shkollë, rregullisht, kam pas edhe përparim pranueshëm, tjestifikueshëm, pa mi suficiente, sepse unë vi nga një familje që kena pas probleme politike, mu më ka rrit motra amikut popullit, që të asaj kohë motra i Shabarit, edhe më ka rrit edhe hala edhe me sufit i saj sufit që ka ba 36 vjetë burg kanë ba si familje, po vetëm një individi saj ka ba 31 vjetë, 8 muaj burg. Sa vite keni që merreni me art? Vite, me jam ba shumë vite, me thotë, në kur ardhe demokracia, mu më gjeti në moshën kulminore, 27 vjetë, që kryu edhe familje, edhe aja është pjesa ku njëri është i angazhu mos familjes, për me rritë fëmi, për me kryu jetës, vim nga një fukara dhe kemal. Por, në vitin 2002, kam shku në emigrim në Itali, dhe atje si çdo njeri që të mungon vendlinje, të mungon gjithë shka, fillova me ba një libër i cili ishte objektivi jem për me ba familjes tem e fisit tem, sepse unë vi nga një fis me kontribute shumë mëdha kombëtare, kam 18 antar të fisit të ramë luft me pushkë në dorë nga pushtuesit të nënshëm, qoftë me shkjan, qoftë me turqi, qoftë me austro-hungarez, dhe deri në ditët që është liru Shqipënia. Edhe unë marrëdhëniet e mia kanë qenë të jashtëzakonshme me njerëzit e familjes, me babën, me hoxhat, me këta, dhe isha shumë kurioz, shumë kurreshtar për me ditë historinë e familjes, dhe fillova shkruajta një libër që titullohet Sofër Park Grydvaj Kastrat. Gjatë shtillimit librit, që unë e bëra libër, unë faktikisht ai libri është me 320 faqe, po nuk e mendova që unë jem aq i arrirë, dhe më thënë që unë për me pas kërkesat, sa që libri Sofër Park Grydvaj e kam ribotu 3 herë. Edhe e kanë ble 1500 familje, e kanë në përshpijet e tyre. Sa e vështirë ishte që ta shkruani këtë libër? Shumë e vështirë. Jashtë sa e vështirë, por shumë e vështirë. Shumë e vështirë sepse ne fatkesisht vetëm me gojellana kena pas, nuk kena pas arshiva, edhe eksperiencat nuk i kam pas që për me ditë me i kërku. Tashma janë hapë të në rrugë, ka teknologji, ka 100 njëra për me marrë borime, një borim, po 2-3 borime për një ngjarje fjara, që me kënë sa ma besueshme, sa ma korrekte, sepse malësorët janë shumë zgjuar, janë shumë lartë në nivelin e kërkesës tyre për artin, sepse unë nuk duhet bajt si ose të përsërisë ose të bajt si më i ditur i Malësisë Madhe, po Malësia Madhe ka lindë kollozat e artit e sportit shqiptar. Natyrisht që përgjegjësia shumë e madhe, edhe malësorët thash janë nivele shumë të larta, kërkesë e duhen artin shumë, e duhen sportin. Si ndihesh ti kur të cilësojnë si shkrimtar i Malësisë?
Është krenari, me thanë vërtetën, është krenari, unë e kam Malsinë, kam shpirt, fromaj për Malsinë, gjithë jetën të emë, rinin të emë, ja kam kushtu Malsisë madhe me vepra, edhe mendoj edhe jam i bina që kam bërë një gjë të jashtëzakonshme të bukur të mirë, se në fund fundit ai kontribut, ai gjak që është derdh për të parëve të mi, është zbardhë dhe ka dalë në dritën e diellit. Nëse do mund të ndryshojë diçka, çfarë do të ishte ajo në jetën tënde? Vendlinja se kisha ndryshu kur në jetë. Një peng kam, me thënë drejtën, kur është bërë lufta Kosovës, më kam jetë peng, jam penu shumë që s'kam marrë pjesë. Drejt për drejt, në betejat e luftës Kosovës. Edhe këtë kam peng në shpirtit, i shoha historisë në përsëritet mua me gjak me luftë, asë sekundë nuk do të mendohesha, të shkosha me krenarime i dërëzët nga dhëtë të venit tem. Me qenë se ka qenë e pamundur që të marrësh pjesë, a ndihesh borxhli që të shkruash disa vargje Kosovës? Unë kam marrë kontributin tim të jashtëzakonshëm për luftën e Kosovës, sepse kur vëllezërit tonë kosovarë u debuan erdhën në Shqipëri, unë kam marrë një familje, mallë në shtëpi, edhe pse si kam pas ashtë mëdha kushtet, ashtë luksit për mua shërby, po e kam marrë kontributin e tem. Dhe ajo familje që mora unë ishte një mjek doktor, që unë nuk e dija, borë gu qefti mora herë si fillim, atër ata ftun njerëz të vetë tanë, motra, vëllezërit e tjerë. Edhe ai kosovari që mora në shtëpi më propozoi që ta bëjmë një qendër për mikpritjet për kosovarët, dhe pata një park lojnash dhe një kafe në zemër qytetit Shkodrës, atë ku janë sot shkëndervanët dera shkollës, ishte në nënori dhe aty unë e ktheva në qendër për kosovarët dhe aty u bë pikë, kam punësu 3 veta, çdo ditë kanë çu live në televizor rrëdhëshën, që i jep të televizor njoftime për me gjetë familjar njën e tjetër, sepse ato janë ditë e vitet pa harrueshme në jetës, e kujtesa jonë dhe të metet gjithmonë si një dhimbje e madhe, se a derdh gjak shumë në Kosovë, prej vëllezërve tonë pa fajshëm 30 veta. Kurse përsa i përket të lidhje me artin, me këta unë kam shkruar disa këngë, shumë këngë për trojët shqiptarë, për shqiptarët që jetojnë jashtë trojëve, dhe natyrisht edhe për kosovarët i kam bërë një këngë për shembull, Bislim Bajgora, ka qenë një pas komandant këto, në Shkodër, dhe për Bislim Bajgorën janë përshkatu 4 burra në Malsit Madhe, dhe unë aktualisht aty jam të ju bërë një monument në Gruaj Mirë. Cili është libri që e ke në zemër dhe sa libra ke botu gjithsej në karrierën tënde? Librat janë si fëmijë që nuk din me cilësu cili. Gjithmonë djali është i preferumi, kështu që një nga librat tuaj zgjidhe. Nëse ne po nisën ashtu gjithmonë, edhe prindët kanë dashnin më të madhe kanë për fëmijën e parë. Si dhe qofte, në qoftë vajzë, qoftë djallë, fëmija i parë i ka ba prindë dhe të njëtë. Edhe në librin e parë, në sofër parë këtë vej kastrat, e kam pik dobt edhe vjen marrë, pa dhe në kam marrë me thanë, e lexoj shpesh për me rikujtu edhe vetë, me më fresku memoria për ngjarjet nënshme, sepse vetë libri, ta librat e janë historik, e janë të lidha ngjarjet, se në zemër Malsisë Madhe kanë jetu dhe nuk mundesh kurse si në lidh pas gjithmonisht historia bashkë, në vune kurse si mos me pas shoke, miqe, dashamirësh merr në librit, e që sot në ka lidhur seria bashkë, sot jena si të vllaznuar, nuk di si me e shpjegu se në vëllezërin e tonë shqiptar, po është diçka të lidhur, aty ku ka vujtë, ku ka sakrificë, i gjithmonë më pranë. Si ka qenë bashkëpunimi juaj me artistat që bashkëpunojnë me televizionin Blue Sky? Një mesën më të madhe për të zhvilluar artin, ne kena pas fatin me pas televizionin Blue Sky që është ka fazi bilbylave, veni ku muzikë përën prej shpirtit, të gjitha talentet, të gjitha artistat, të gjithë që merren me artë, këtu kena venin, ku këtu promovojnë, këtu na krijojnë edhe lidhjet edhe misinat mes artistave. Unë ashtë kam pa mujtë me përmend tanë artistat, po pakten mjeshtrat më kam bashkëpunu me njerëzit më të njohur trojëve shqiptare, si që është Shaban Gjeka, mjeshtër i madh, si që është Nikol Nik Pranala,
mjeshtër i mall, Liri Rasha, mjeshtër i mall, plot për Tashnila, mjeshtër i mall, të gjithë me këta njerëz kam bashkëpunu, me të kanë marrë tekstet e mia, po nuk janë vetëm këta, po janë të gjithë të artistët, nuk di si me të thënë, ne kena të lidhur në jetën nëpërmjet këtij televizionit, sepse ti mund të bash çat dush, por nëse nuk pasirohet puna, nuk promovohet puna, është e vështirë më marr. Edhe unë duke qenë se kam pas fatin me bashkëpunu me këta artistë të mrekullueshëm, unë kam shkruar rreth 200 tekste këngësh, të cilat janë kënu. E këta i kanë kënu artistat, i kanë kompozu, i kanë orkestru, artistat më të mirë që ka veri dhe Shqipënisë. E kjo ka kanë për mu një ndër sukseset e mla, ose si me thonë timin joje eme, është e jashtëzakonshme për gjithë artistat, për bashkëpunëtorët e mi. Po ndonjë bashkëpunim me cilin jeni penduar? Ja, nuk s'penohet njëri, por nështë nuk dalim ashtë të kënaqur, nuk marrim atë që... Nuk e ka përfaqësuar siç duhet tekstin tuaj? Ja, nuk kam pas në rreth veçantë, nuk du me, Nuk ka rëndësi emri, thjesht nëse keni pas? Të them me sinqeritet, unë jam vetë dhe nuk më vjen marrë me thonë vëllë. Po unë nuk kam pas në rreth për shkakun se jam prishme të ken, ose e kam ndërprer atë bashkëpunimin, ose shoh, nëse s'kam marrë prishmërit normale, po nuk mund të them se nuk i kam marrë prishmërit për këtij apo për arti artist, sepse nuk jam, nëse nuk kam arrit unë për me marrë prishmërit që duan, të tjerët i kanë marrë, i kanë se televizioni bleskaj me ne punën. Ne jena shpirti i tij, ajo shpirti jonë. Atëherë ju keni pas një kontribut shumë të madh tek artistat. Po tek politika keni pas ndonjë kontribut? Shegja, ti vazhduke, ti të falenderoj se është edhe pyetja si e bante, është me të vërtet, do të më marr përgjigjen eksakte si është. Të gjitha llojet e profesioneve në jetë kanë xhelozi, po arti e ka çmenën xhelozin. Është tepër e vështirë, tepër e vështirë me të bën komplimente ose me të dorë trakit ose me shtërmu dorën një që e ke rival në kuptimin pozitiv. Këtu ka mendje brillante, këtu ka artista brillant, të jashtëzakonshëm, që janë për mos e kombëtare. Unë s'kam pa në herë të këtë televizion se me njëri që s'ka maritu me kënu atë. Edhe kjo është që e na bën, na jep egoje, na jep edhe korraja, na bën edhe më luftarak, më të fortë për mos me gabu, atë edhe eksperiencat bëjnë për vetë, sepse tashmë na u pjek, kam gati 30 kohë që jemi përkushtuar më së gjë, edhe kurse politika me të thënë drejtën, ta ka zhgënjë, po thuaj se nuk zhvillimin e politikës në Shqipëni nuk kanë prishme ashtu si e kanë ndruna, si e kanë bëna. Kam kanë një njeri shumë i flakt, i ndezur në shpirt për demokraci, po kjo demokracia si ka ardhur të na ka ardhur me çal në kardh, ashtu si kanë ndruna. Mas 35 vitesh na akoma s'kanë shkuar në Bashkimin Evropian. Shtetet socialiste ka qenë Bullgaria, Rumania e tjerë, Slovenia edhe kanë rrit po bën 10 vjet që kanë në Bashkimin Evropian. Na diskutojmë prapë a himas shumë Bashkimin Evropian. Që gjashtë ne na ka falë zotit të na mrekullit që rrallë mundet dhe po as një shtet si kena na 290 ditë në vjet kena diell, det, minerale, naft, të na llojet e mineraleve kena gjithçka na ka dhënë zotit mirë, po te politika nuk ka sukses, nuk e di sepse. Zoti Ilmi Kurti, a keni ndonjë peng apo ndonjë ëndër që është e pa realizuar? Dëshirat e ëndrat janë gjithmonë një fshim i shpirtit që ti ke dëshirë me realizu sa më shumë gjona, por jo të gjitha realizohen edhe mosha. Nëse mu ma letë zoti shëndetin mendor edhe shëndetin fizik, që unë me kënë gjani me shkrujt, me kënë gjani me dhanë kontributit e unë nuk do të ndërpritem kur, se të mos për mëlsinë e molle të kontribuaj deri të frymën e fundit. E kam shtrajt shumë, edhe Shkodrën e du si sytë e bollit, edhe Shërnin krejt e krejt kombin, po mëlsia molle është një thasari çmuar jashtëzakonshëm. E ka lind, thashtë dhe jere figura personalitetit tepër të mëdha të artit, sidomos të artit e të sportit. Sot kombëtarja shqiptare e Shqipërisë ka 5 djemë të ri që janë shtylla korrizore e kombëtarës janë talente që i njeft kanë bënë historinë në Europë. Dhe kja është një shans.
ose kena skulptorin Vasil Raken që ka fitu me ka Ballatërtingun. Kena me Ftar Cubi një mozaik me famë botnore. Kena Pjetër Mallodhen, aktor në Hollywood. Pra, Angelin Parnosën që është një ndër balerinët më të njohur në botë. Pra, kena plot emna. Jack Marina që është kandidat për çmimin Nobel. Të gjithë të janë balsor. Edhe unë anëroj gjithmonë me i kapta. Njëni prej tyre mu ba i famshëm si një prej tyre. Unë e falenderoj të gjithë mbështetësit e mi, të gjithë shokët e mi, bashkëpunëtorët e mi, të gjithë ardashësit, të gjithë libërlexuesit, të gjithë ata që mu më kanë përgajnë, se unë nuk më ka mu fryma e mbështetja e dashnia tyre, po unë anëroj gjithmonë përveç ma përpara mos më lëru për i kësaj botë balon gjurëm të pashkëshme. Po televizioni Blue Sky ju kam mbështetur në karrierën tënde dhe a keni ndonjë peng cilin ne mund ta bëjmë të mundur? Shikja, televizioni Blue Sky me të vërtet është pronë e një individit, por realisht kjo është pasoni shpirtënore të tanë prefekturës që është Shkodrës, ndoshta të natrojë shqiptare deri në diasporë. Sepse këtu vinë artista prej tonë diasporës nga Amerika, nga Macedonia, nga Malizi, nga Kosova, të gjithë e këto i shpalosim vlerat tona artistike që kena. Dhe unë jam shumë mirë njohës, e theksoj që jam shumë mirë njohës. Punës të jashtëzakonshme që bëhet to për ta gjallëru jetën tonë artistike. E them me keqardhje që në malsinë e madhe ku unë ushtroj aktivitetin tim, nuk kena asnjë institucion që e pasëron artin, sepse nuk mundesh me thonë di qytet nuk kur s'ke një muzeum, kur s'ke libari, kur s'ke bibliotekë, kur s'ke shtëpi kulturët, kur s'ke stadium, kur s'ke kinema, kur s'ke pallat sportit. Pra për ne, pa i pas këta, falë Zotit që kena këtë mundësi të këtij televizion, vim këto, shpalosim vlerat tona, edhe mbështetjes pa kursyme të Gzimbrahus, të cilit unë personalisht jam mirë njohës dhe e vdekje, sepse mu më ka mbështet pa kushte, pa tarifa, pa kështu, dhe me thënë pas forca, unë e kam gjetë derën hapën gjithmonë to, edhe vim me kënaqësi të jashtëzakonshme, kur vi këto, unë bile s'ka raste që s'mund të kaloj, nuk mund t'ikon punë të eme, po në halë me pi kafe, mu taku me i po, edhe si sa herë vi këtë vej gjithmonë artistat më të mëj që po zona ju e bërë ju, të gjithë vinë, punojnë bashkë, e shfasim vlerat tona. Unë dhe t'jem gjithmonë një zaj fuqishëm, që këtë televizion me pas edhe mbështetjen, jo vetëm të artistave këqenën, apo edhe të mbështetjen lokal, deri edhe qendrore pse ja, sepse mu mje vetë rasti, të shtima unë jam bëjë person që më ka kriju vetë kjo mënyrë të trajtimit të artit, kulturës më ka kriju mundësia, hapësira që të kontaktoj me njerëz të ndryshëm që kanë dorë për me bëjë diçka, sepse i vetëm s'më të bëjnë asë asja. Në që ose këtë televizor dhe të kishte mbështetje, minimumi mos me atrazu kush, pa me alon me punu në ashtu në rrjedhën e vetë, ne dhe të ishim shumë më të përparuar akoma përpara. Ne ja kena nevojën këti, nuk bëjnë me gjë shoqënore, se shoqënore mund të bash një herë dy, po në këtë ja kena borxh. Një borxhi fillon nga unë i pari, dhe i bëj apel tanë shokëve të mi, miqve të mi, dashamirësve të mi, që kanë dorë të hellen sytë dhe të mbështesin televizionin Blue Sky, se televizioni Blue Sky është shtëpia jonë, është shpirti jonë. Zoti Ilmi Kurti, të falenderojmë shumë që ishit sot me ne. Falenderoj ju që më keni përzgjallë mu për më ardhë, edhe u jam shumë mirë njohës. Uroj tanë në të mirat në jetë, ju personalisht, televizionit edhe tanë artistave të cilët i duhet shpirt. Shihemi herën tjetër. Bluecast. Bluecast.